Ne artistat nga njerë i bojmë gjonat duke e aktivizu fantazin tonë, po në fakt në atë fantazi ka një realitet shumë. Është realiteti, po sigurisht. Kjo meritoni duar tërgjitje. Bashkë të kanga e Vallë pse unë ziqilli, është rasti i parë kur në 1988 ende pa u bisedu në arenat politike, në kongën time gjendet fjala e parë ata dojnë liri, dojnë pavarësin. Se deri atëherë u lip ke vetëm Republika, dhe kështë që në atë kongë ka ekskluzivitet për emisionin tonë. Ekskluzivitet i parë është që me përmendit duke bisedu me që e banët pyetje dhe ajo pyetje më intrigojnë në këtë drejtim. Dhe këto kongë, jo vetëm unë si këngëtar, po një pjesë e madhe e këngëtarëve janë vunë në funksion të kësaj. Fati mirë që një pjesë e madhe e këngëtarëve jo vetëm në fushën e kongës, po duke i frymëzuar të tjerët, janë frymëzuar edhe vetë. Homz Jasharin këngëtar e kemi. Muj Krasniqin e kemi këngëtar, me Qirgashin e kemi këngëtar, jemi dëshmorët dhe herojt tonë që janë pjesë e madhe e pjesë e kongës. Edhe ata kur kanë kënu kongë kanë thonë, zot më mrin ymri, dëbohem unë sikur rasti Homz Jashari që thotë për Zhuj Selmanin, thotë më mrin zotit vdes si aj. Në vërtet kjo ka vdes më legjendar dhe legjenda realiteti i tij i një epopeje 3 ditëshe është një dramë e vërtet në historinë e njerëzimit që kanë ndodhur, një dramë e vërtet e kanë po njerëzit dramë e vërtet. Ka ndryshuar edhe historinë tonë. Ka ndryshuar historinë e shqiptarëve. Përveç kongës që ke sill, çka ke sill edhe diçka tjetër shumë e rëndësishme gjatë luftës që ka ardhur me kongë? Atëre, na e dim që kësë ndërum, po ju sigurisht disa nuk e dini, zoni i parë që është ndëgju prej krahut luftës ose prej vendeve ku kanë luftu, ka qenë radio të cilën Ismet Begjeti në gusht të vitit 98. 98, po. E ka prunë Kosovë. Si ka po ishte koha, neve si student ne kanë kapë probleme drejt ishim këtu, jo në cilësinë e organizatorëve, po ishim studenta pjesëmarrës në për protestat e demonstrantat e atëhershme, dilke një fëmijë rrugë Prishtina-Li, thekë kush nuk del as tradhtar, na s'dishmi se ku po dalmë. Po veç delshim. Po dhe kështu që u bë mu shoqëru me njerëz dhe idealit njëjtë, u rreshtu në atë faqen e bardhë që shtuan të historisë dhe kështu si student unë atje kryova, pastaj e bona një radio televizion edhe përkatësisht radio e cila për mu kishte peshën më të madhe në bashkëthemelusin tem, kur kam kërkuar se kërkoja dhe profesionista në fushën e gazetarisë, kam kërkuar me thonë, une e kam një mision timin, me bon një radio i cila e drejtohet ka Kosova për të mbulu Kosovën, sepse ka terri informativ në Kosovë, ti e ki pjesën profesionale me ma bo, edhe e bom një radio jashtëzakonisht që jam i kënaqur, kam mbulu Ferizajin, Gjilanin, Kamenicën, në atë kohë edhe me Valt Humbën deri në Vushtri edhe në Skenderaj, me Valt Humbën kuptohet, e shfryzoshin antenat e ndryshme për të kap, quaj Radio Kumanova, atëra i thëshin faktisht Radio Zëri Kumanovës dhe ajo pasi e kreu misionin e vet kryesisht në 98-ën në korrekt të 98-ës e patëm një fat me organizimin edhe radio u vun funksion të ushtrisë, krym një veprim shumë të mirë në asaj kohë kur dola në Shqipëri një shokim i tha ti po radio e kryti një punë tonë, thashë kryti po më duket edhe e përfundoi.